Një ngjarje e rëndë kriminale është regjistruar në Memalia ku një konflikt I hershëm mes dy grupeve ka përfunduar me vrasjen e 30 vjeçarit Endrit Goxhaj brenda një lokali. Sipas hetimeve paraprake, autorët të dyshuar janë Donald Donela, 29 vjeç, dhe vëllai I Marial Donela, të dy aktualisht në kërkim nga policia. Gjatë përplasjes me armë zjarri është plagosur ende dhe vëllai tjetër I tyre, Dali Nela, 25 vjeç, I cili raportohet se ka marrë 4 plumba në pjesë të ndryshme të trupit, përfshirë mushkrit, barkun dhe shpret. Ai ndodhet nën kujdesin mjekësor ndërsa gjendja e tij mbetet e rëndë. Nga veprimet hetimore rezulton se ngjarja ka ndodhur pas një përplasjeje mes dy grupeve të ndryshme, ku të dyja palët kanë shkëmbyer zjarr brenda lokalit. Si pasojë e kësaj përplasjeje, përveç viktimës, është plagosur edhe një prej anëtarëve të grupit tjetër. Deri tani, policia ka shoqëruar 6 persona për t'u marrë në pyetje. Urimet pranë hetimeve bëjnë me dije se konfliktet mes palëve janë të hershme dhe dyshohet se lidhen me aktivitetet palishme, përfshirë trafikun e lëndëve narkotike. Donald Donela rezulton me precedent penal dhe më herët ka qenë I përfshirë në një grup të strukturuar kriminal I goditur nga policia në vitin 2018. Po ashtu, ai është hetuar edhe për një grabitje një pikë këmbimi valutor në Tepelen, ndërkohë I plagosuri, Dani Nela, raportohet se ka lidhje familjare me një fis të njohur në zonë, I cili është përmendur më herët në përplasje të ndryshme kriminale në vend. Për zbardhjen e plotë të ngjarjes, policia ka marrë në pyetje dëshmitar dhe familjar, të cilët deri tani kanë deklaruar se nuk kanë dieni për konfliktin. Hetimet vijojnë dhe pritet të merret në pyetje edhe I plagosuri Dali Nela sapo zgjendja e tij shëndetësore të përmirësohet.